Nëse vuani nga diabeti, janë 9 ushqimet që duhet të hani për të ulur sheqerin në gjak. Të gjesh kombinimin e duhur ushqimor me qëllim që të mbash të ekuilibruar nivelin e sheqerit në gjak mund të jetë disi e vështirë. Prandaj çdo frut ose perim që konsumoni duhet të jetë i duhuri. Në këtë video, sipas Eating Well, do të rendisim disa nga ushqimet, të cilat nëse konsumohen si duhet në dietën tuaj, mund të ndihmojnë në mbajtjen nën kontroll të luhatjeve të sheqerit në trupin tuaj. Në krye të listës qëndron peshku. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Peshku është një nga produktet më të shëndetshme. Salmoni, sardelet, açuget janë në burimet më të mira të yndyrnave omega-3 dhe acideve DHA dhe EPA, të cilët ndihmojnë në zemrën. Për të gjithë personat që vuajnë nga diabeti, duhet i konsumojnë pasi ato janë të predispozuar që të preken nga sëmundjet e zemrës. Këto acide mbrojnë në qeliza dhe reduktojnë inflamacionin duke përmirësuar qarkullimin e gjakut. Ushqimet e gjelbra. Perimet si spinaqi, lëmpjetat, sallatat janë plot me vlera por me pak kalori. Duke qenë se ato treten shpejt nga organizmi, nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu këto produkte janë të pasura me vitaminën C që luan një rol të rëndësishëm në eliminimin e inflamacionit, gjithashtu edhe tensionit të lartë të gjakut. Kanella. Kanella është e pasur me antioksidantë të cilët të mbrojnë shëndetin tuaj të syve. Studimet të shumta mjekësore kanë vërtetuar se kanella mund të ulë nivelin e sheqerit në gjak dhe të përmirësojë gjithashtu ndjeshmërinë ndaj insulinës. Një tjetër studim vuri re se kanella arrin të ulë kolesterolin dhe nivelin e triglicerideve. Vezët. Vezët janë vërtet një paketë me vlera të larta ushqyese, përveç se mbajnë të gjatë më lart ngopjen, nëse konsumohen rregullisht, do të ulin në riskun e prekjes nga sëmundjet e zemrës. Vezët gjithashtu përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ndihmojnë në prodhimin e kolesterolit të mirë. Ndaj konsumi tyre me kujdes në dietën tuaj ditore mund të japë rezultate fantastike në çdo aspekt të shëndetit tuaj. Në dietën tuaj gjithashtu nuk duhet të mungojë kosi, sidomos ai i përgatitur vetë në kushte shtëpie. Kosi është një nga produktet e bulmetit më të mira për personat të cilët vuajnë gjithashtu nga luhatjet e sheqerit në trup. Të dhënat kanë treguar se konsumi i kosit në përditshmërinë e dietës suaj mund të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë kundër luhatjeve të sheqerit në gjak dhe të parandalojë edhe sëmundjet e zemrës përmes probiotikëve që ai përmban. Te personat të cilët kanë diabetin e tipit 2, kosi mund të ndihmojë për të rënë nga pesha, gjithashtu edhe për të forcuar sistemin tuaj tretës. Arrorët janë një tjetër produkt i rëndësishëm ushqyes që mund të shtohen në dietën tuaj. Arrorët janë të shijshëm, të pasur me vlera për organizmin. Të gjitha llojet e arrorëve përmbajnë fibra të cilat treten shumë më lehtë nga sistemi ynë. Konsumi rutinor i tyre arrin të ndihmojë në reduktimin e inflamacionit dhe uljen e niveleve të sheqerit në trup, duke përmirësuar kështu edhe gjendjen tuaj kundër problemeve të diabetit të tipit 2. Një tjetër produkt që mund të shtohet fare lehtë në dietën tuaj është gjithashtu edhe brokoli. Brokoli është tashmë i famshëm për vlerat e tij të larta ushqyese. Studimet kanë pohuar se ai mund të japë rezultate fantastike në këtë drejtim, edhe në uljen e niveleve të tensionit të gjakut dhe insulinës në trup dhe të mbrojë gjithashtu qelizat nga radikalet e lira të cilat prodhohen gjatë procesit të metabolizimit. Ekspertët shtojnë gjithashtu se produkte të tilla ushqyese mund të ndikojnë drejt për së drejti në aktivitetet tuaja shëndetësore dhe të shkaktojnë gjithashtu luhatje të papritura të tij. Vaj i ullirit. Vaji i ullirit ndryshe mund të quhet gjithashtu edhe si balsami i zemrës. Ai përmban acide yndyrore të cilat ndihmojnë në prodhimin e substancave HDL, që janë gjithashtu në shifra jo të shëndetshme te personat të cilët vuajnë nga diabeti tipi 2. Sa më mirë ta rregulloni dietën tuaj ushqyese, aq më pak probleme do të keni në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Sigurohuni të bëni përzgjedhjen e duhur të ushqyesve në dietën tuaj, të cilat do ju ndihmojnë dukshëm në stabilitetin më të mirë të luhatjeve të sheqerit dhe në mos krijimin e komplikacioneve të organizmit.
Diabeti është një sëmundje e cila duhet të mbahet me domosdoshmëri nën kontroll, pasi lënia pas dore e trajtimit të tij mund të krijojë gjithashtu edhe probleme të tjera në shëndetin tuaj dhe ta rëndojë dhe ta agravojë gjithashtu organizmin tuaj. Në dietën tuaj mund të shtoni mollët, për shkak se ato ofrojnë dobi të larta shëndetësore. Duhet i keni në krye të dietës suaj për shkak të ndikimeve pozitive që kanë në mbrojtjen dhe lehtësimin e komplikacioneve të papritura të sheqerit në gjak. Mollët në mënyrë natyrale kanë në sasi të ulët të kalorive ndërsa përmbajnë nivele shumë të mira të fibrave. Këto të fundit shumë të rëndësishme për aktivitetet tona ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve që i kanosin organizmit. Ekspertët tregojnë se shtimi i tyre në dietën tuaj të përgjithshme mund të luajë një rol pozitiv në lehtësimin e komplikacioneve. Avokado, e pasur kryesisht me yndyrra gjysmë të ngopura shumë të dobishme për shëndetin. Avokadot ngadalësojnë gjithashtu tretjen dhe ndihmojnë në sheqerin në gjak. Avokadot ngadalësojnë gjithashtu edhe problemet e diabetit. Avokadot janë të mira në dietën tuaj pasi mund të ofrojnë një ndihmë kundër rezistencës ndaj insulinës. Ato ndihmojnë gjithashtu në rigjenerimin e shëndetit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Për sa kohë i konsumoni me kujdes në përditshmërinë e dietave tuaja, përgatituni të merrni përfitime të duhura në dobi të shëndetit. Në dietën tuaj mund të shtoni gjithashtu edhe fasulet. Kur planifikoni menun, mendoni gjithashtu edhe për fasulet për të paktën 2 herë në javë. Fibrat e tretshme të gjitha llojeve të fasuleve i vënë në kapak niveleve të pakontrolluara të sheqerit në gjak. Dhe për shkak se ato janë të pasura gjithashtu me proteina, fasulet mund të zvogëlojnë gjithashtu edhe probleme të ndryshme të tilla të organizmit, të cilët ndikojnë drejt për së drejti në krijimin e shqetësimeve në shëndetin tuaj. Është e rëndësishme që nëse vuani nga luhatit e pakontrolluara të sheqerit në gjak, të tregoheni të kujdesshëm me ushqimet e procesuara. Në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë edhe arrat. Në përgjithësi arrat janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese. Çdo lloj arrori përmban një sasi të mirë të yndyrnave. Këto yndyrna njihen gjithashtu edhe për përmirësimin e kontrollit të niveleve të sheqerit në gjak. Çaji plot me antioksidant. Shumica e mjekëve sugjerojnë të pini çaj në bazat tuaja natyrale ditore siç është çaji i jeshil ose ai i zi, i cili mund të ofrojë përfitime për sa kohë është rreptësisht pa sheqer të shtuar. Në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë gjithashtu as patatet e ëmbla. Ne të gjithë e dimë se patatet nuk janë të mira për shëndetin, por mund të shtoni gjithashtu patatet e ëmbla në dietën tuaj, të cilat do të zvogëlojnë gjithashtu rezistencën e komplikacioneve të shëndetit dhe do të përmirësojnë më mirë imunitetin tuaj. Ndjekja e një diete të tillë të bazuar në produkte fantastike do të jetë gjithashtu menuja juaj më e mirë ushqyese. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni vajin e ullirit. Vaji i ullirit është një nga burimet më të mira në luftën kundër diabetit. Në mesdhe, vaji i ullirit është ndër elementet kryesorë që kontribuon në jetëgjatësi në një mënyrë jetese më të shëndetshme dhe gjithashtu më të mbrojtur. Në dietën tuaj mos nguroni të shtoni edhe tërshërën. Tërshëra ndihmon në ngadalësimin e shndërrimit të karbohidrateve në sheqer. Ajo është e ngarkuar me fibër, gjithashtu edhe me kanellë. Një nga gjërat më të mira që kanella mund të ofrojë në organizëm gjithashtu është zvendësimi i sheqerit në ëmbëlsira. Studimet sugjerojnë se ajo mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në luftën kundër problemeve të diabetit të tipit 2, për sa kohë mund të ofrojë një mbrojtje më të kontrolluar kundër luhatjeve të papritura të sheqerit në trup. Shparagujt mund të zvogëlojnë shumë gjithashtu problemet e sheqerit në trup. Ato mund të japin rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit, gjithashtu edhe në luftën kundër komplikacioneve. Një tjetër produkt që mund të shtohet në dietën tuaj janë çokolladat e zeza. Për aq kohë sa është ekstra e zezë, sa më e errët çokolata, aq më pak sheqer. Jo vetëm që është e pasur me antioksidant, por promovon gjithashtu edhe zvogëlimin e rezistencës së insulinës dhe përmirëson ndjeshëm organizmin tuaj në mënyrë natyrale. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.